Zonja dhe zotë një përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 13:30, ku ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. SBA bombardon 3 centrale bërthamore të Iranit. Trump deklaroi se nuk ka asnjë ushtri në botë që mund ta bënte këtë. 6 avion amerikan në B2 lëshuan bomba bunker shkatruese GB-257 në centralet e Iranit. Nëse Irani akmerret, reagimi do t'jetë më i fortë. Ambasada e SBA publikon mesazhin e Donald Trump. Atentati ndaj Pjetër Kazës shoqërohet e pyetet preng gjini për plasja mes 2 familjeve prej vitit 1997. Serenata mbi liçen, 2 net fest në Pogradec, birra Korça mbretëresha e mbrëmjes. Shtegu i ngjyrave në Kukës shtatore si mes luleve, turistët thonë se atje ndryshon ritmi i jetës. Do të njihemi tani më gjërësisht. SBA bombarduan 3 centrale të mëdha bërthamore në Iran, duke futur vendin drejt për drejt në konfliktin Izrael-Iran. Presidenti Donald Trump deklaroi se sulmet shkatëruan plotësisht objektet e pasurimit bërthamor të Iranit, ndërsa i kërkoi Teheranit të bëjë paqe ose të përballet me sulme shumë më të mëdha në të ardhmen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi se ushtria amerikane goditi 3 objekte bërthamore iraniane, teksa Shtetet e Bashkuara u përfshin në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit, duke rritur frikën për një luftë më të gjerë në lindjen e mesme. Shefi i Shtëpisë së Bardhë njoftoi për një sukses spektakolar ushtarak, duke thënë se bombarduesit amerikan goditën objektet bërthamore në Fordo, Natanz dhe Esfahan, gjatë një përpjekjeje të përbashkët me Izraelin për të shkatëruar programin bërthamor të Iranit, pasi diplomacia dështoi të kthente Teheranin në tryezën e negociatave. Të gjithë i kanë dëgjuar këto emra për vite të tëra, teksa ata ndërtuan këtë ndërmarrje jashtëzakonisht shkatërruese, deklaroi presidenti amerikan gjatë një fjalimi drejtuar kombit nga Shtëpia e Bardhë. Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian. Qëllimi ynë ishte shkatërimi i kapacitetit të Iranit për pasurim të uraniumit dhe ndalimi i kërcënimit bërthamor që paraqet sponsori numër 1 shtetëror i terrorizmit në botë. Të gjitha avionët tanë janë në rrugë të sigurt drejt shtëpisë. Urime luftëtarëve tanë të mëdhenj amerikan. Nuk ka ushtri tjetër në botë që do të mund ta bënte këtë, deklaroi Trump. Trump, i cili vetëm 2 ditë më parë tha se do të vendoste brenda 2 javësh nëse do t'i bashkohej Izraelit në përpjekjet e tij për të shkatëruar objektet bërthamore iraniane, theksoi se sulmet shkatëruan plotësisht objektet kyçe të Iranit për pasurim të uraniumit. Irani, bullizuesi i lindjes së mesme, tani duhet të bëjë paqe. Nëse nuk bën, sulmi i ardhshëm do të jetë shumë më i madh dhe shumë më i fortë, tha Trump. E ardhmja e Iranit, sipas presidentit amerikan, ose ka paqe ose tragjedi, duke shtuar se në Iran ka ende shumë shënjestra që mund të goditen. Nëse paqja nuk vjen shpejt, ne do t'i godasim shënjestrat e tjera me precizion, tha presidenti amerikan, duke e falendëruar ushtrinë izraelite dhe ato amerikane për realizimin e operacionit. Shpresoj të mos kemi më nevojë për shërbimet e tyre në këtë kapacitet. Shpresoj shumë, u shpreh Trump duke folur nga Shtëpia e Bardhë. Teksa prapati gjendeshin nën presidenti J.D. Vance, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe ai mbrojtjes Pete Hegseth. Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi i quajti sulme të turpshme dhe paralajmëroi se ato do të kenë pasoja të përhershme në një postim në rrjetin social X. Çdo shtet antar i Kombeve të Bashkuara duhet alarmohet nga ky veprim jashtëzakonisht i rrezikshëm, i paligjshëm dhe kriminal, tha ai, duke shtuar se Irani i rezervon vetes të gjitha opsionet për të mbrojtur sovranitetin, interesat dhe popullin e tij. Televizioni publik izraelit Kan citoi një zyrtar izraelit të ketë thënë se sulmet u kryen në koordinim të plot me Washingtonin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e uroi presidentin Trump për sulmet e guximshme të SBA-s, duke e quajtur sulmin një moment historik që mund ta çojë lindjen e mesme drejt paqes. Urime presidentit Trump, vendimi juaj i guximshëm për të goditur objektet bërthamore të Iranit me fuqinë e jashtëzakonshme dhe të drejtë të SBA-s, do të ndryshonte historinë, tha Netanyahu përmes një video adresimi. Raportimet e para njoftuan se bombarduesit amerikan B2 të aftë për të mbajtur bomba të rënda deri në 13.500 kg të ashtuquajtura shkatërruese të bunkerve ishin nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe po fluturonin mbi oqeanin paqësor.
Zyrtar amerikan dhe izraelit kishin deklaruar më herët se vetëm SBA kishte kapacitetin për të goditur objektet bërthamore iraniane që ndodhen thellë nën tokë. Bombarduesit e padukshëm B-2 të forcave ajrore amerikane u përfshin në sulmet ndaj centraleve bërthamore të Iranit mëngjesin e sotëm. B-2 është një nga avionët më të përparuara të armëve strategjike të Amerikës, e aftë të deportojë në mbrojtjet ajrore të sofistikuara dhe të kryej sulme precize kundër objektivave të forta. Sipas raportimeve, 6 bomba shpërthyese bunkerësh u përdorën në vendin kërkimor Fordow të Iranit. Një nga objektivat e sulmit amerikan mëngjesin e sotëm ishte Fordow, një uzinë pasurimi uraniumi e fshehur në një shpat të largët Mali, që është jetike për ambicjet bërthamore të Iranit. SBA thot se goditën edhe 2 centrale të tjera bërthamore në Natanz dhe Isfahan. I fshehur në një shpat Mali në jug të Teheranit, Fordow besohet të jetë më thellë nën tokë se tuneli i kanalit që lidh Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën. Për shkak të thellësisë së Fordows nën tokë, vetëm SBA kanë llojin e bombës shkatërruese të bunkerëve mjaftueshëm të madhe për të shkatërruar këtë zonë. Kjo bombë amerikane quhet GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Ajo peshon 13.600 kg dhe është në gjendje të deportojë rreth 61 metra në thellësi të tokës para se të shpërthejë. Për shkak të thellësive të tuneleve të Fordows, kjo lloj bombe nuk e garanton suksesin, por është e vetmja bombë ekzistuese kaq e madhe. Bombat shkatërruese të bunkerëve janë të dizenjuara për të shpërthyer 2 herë, një herë kur godasin sipërfaqen e tokës dhe përsëri kur kanë deportuar deri në një thellësi të caktuar. Ato përdoren për të goditur shtabe ushtarake, bunker edhe objekte të tjera të vendosura thellë nën tokë, prandaj edhe quhen shkatërruese bunkerësh. Ekspertët thonë se ajo mund të lëshohet vetëm nga një avion bombardues amerikan B-2 Stealth. Pesha e saj prej 13.600 kg i jep një forcë kinetike të tillë. Organizata Iraniane e Energjisë Atomike tha se bombardimi i 3 objekteve bërthamore ishte një shkelje barbare e ligjit ndërkombëtar. Si Arabia Saudite, ashtu dhe mbikëqyrësi bërthamor i OKB-s, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, thonë se nuk ka pasur rritje të niveleve të rrezatimit pas sulmit. Shefi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafaele Grossi, thirrri një takim urgjent të bordit të guvernatorëve të organizatës së hënën. Zëvendës drejtori politik i transmetuesit shtetëror të Iranit, Hasan Abedini, tha se Irani i kishte evakuuar këto 3 centrale bërthamore pak kohë më parë. Duke u shfaqur në televizionin shtetëror, ai tha se Irani nuk pësoi një goditje të madhe, sepse materialet ishin nxjerrë tashmë nga vendi. Në fjalimin e tij televiziv, Trump tha se objektet e pasurimit bërthamor janë zhdukur plotësisht dhe tërësisht, por duke folur për BBC News Channel, ish ndihmës sekretari amerikan i SBA-s për çështjet politiko-ushtarake, Mark Kimmit, ishte më i kujdesshëm. Nuk ka asnjë mënyrë për të sugjeruar që është shkatëruar përgjithmonë, theksoi ai. Irani kreu një sër sulmesh kundër Izraelit disa orë pas sulmeve amerikane. Pamjet nga qyteti portual verior treguan ekipet e shpëtimit duke kërkuar në përrënoje apartamente të dëmtuara, makina të shkatëruara përgjatë një rrugë të mbushur me gërmadha. Sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan në pjesën më të madhe të vendit, duke dërguar miliona njerëz në vend strehime dhe në bunkere. Ekipet të shpëtimit kontrolluan ndërtesat të dëmtuara dhe nënrënoja në qytetin izraelit të Haifas pas një sulmi me raketa iraniane të dielën, vetëm disa orë pas sulmeve amerikane në 3 objektet bërthamore të Iranit. Pamjet nga qyteti portual verior treguan ekipet të shpëtimit duke kërkuar në përrënoja apartamente të dëmtuara, makina të shkatëruara përgjatë një rruge të mbushur me gërmadha. Një ndihmës mjekësor në vendngjarje tha se 40 kishin marrë plagë të lehta dhe 2 persona u trajtuan për probleme me ankthin. Një nga vullnetarët e mi jeton këtu në ndërtesën pas nesh. Ai ishte plagosur lehtë. Ai la gjithçka dha ndihmën e parë dhe vetëm pas ngjarjes shkoi në spital për të kontrolluar veten, deklaroi drejtuesi i ekipeve të shpëtimit në Izrael. Autoritetet izraelite thanë se të paktën 16 vet u plagosën në breshrinë e mëngjesit që goditi edhe Tel Avivin. Sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan në pjesën më të madhe të vendit, duke dërguar miliona njerëz në vend strehime dhe bunker kundër bombardimeve, ndërsa shpërthimet u dëgjuan dhe raketat u panë mbi Jeruzalem dhe në pjesë të tjera të vendit. Nuk ishte menjëherë qartë se sa raketa
kishin shkatërruar sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Ndërkohë ushtria izraelite tha se ka kryer një valë të re sulme shëndjelën që kanë shënjestruar objekte ushtarake, përfshirë raketa hedhës në perëndim të Iranit, pasi SBA sulmoi centralet nukleare iraniane. Ambasada amerikane në Tiranë ka shpërndar mesazhin e presidentit Donald Trump pas sulmit të objektit bërthamor të Iranit, duke përfshirë Natanz, Esfahan dhe objektin e pasurimit uraniumit të Fordow. Çdo hakmarrje nga Irani ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës do të përballet me forcë shumë të madhe se ajo që u pasonte, shkruan ambasada amerikane në faqen e saj në Facebook duke cituar presidentin Trump. Kemi përfunduar me sukses të madh sulmin ton ndaj 3 objekteve bërthamore në Iran, përfshirë Fordow, Natanz dhe Esfahan. Të gjithë avionët tanë janë jashtë hapësirës ajrore të Iranit. Një ngarkesë e plot me bomba u hodh mbi objektivin kryesor Fordow. Të gjithë avionët janë në rrugë të sigurt drejt shtëpisë. Urime luftëtarëve tanë të mëdhenj amerikan. Nuk ka ushtri tjetër në botë që do të mund ta bënte këtë. Tani është koha për paqe. Faleminderit për vëmendjen ndaj kësaj çështje, deklaroi presidenti Donald Trump pas sulmit në Iran. Tensionet në lindjen e mesme i kanë futur investitorët në alarm duke menduar rreth skenareve më të këqij të mundshëm. Këtu përfshihet një rritje e mundshme e inflacionit duke ulur besimin e konsumatorit dhe duke zvogëluar mundësinë e uljeve afatshkurtra të normave të interesit. Investitorët vështirtojnë një mori skenarësh të ndryshëm të tregut nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës thellojnë përfshirjen e tyre në konfliktin e lindjes së mesme, me rrezikun për efekte të ndryshme nëse çmimet e energjisë rriten ndjeshëm. Ata janë përqendruar në situatën në zhvillim midis Izraelit dhe Iranit, të cilët kanë shkëmbyer sulme me raketa dhe po monitorojnë nga afër nëse SBA-ja vendos të i bashkohet Izraelit në fushatën e tij të bombardimeve. Skenarët e mundshëm mund të rrisin inflacionin, duke ulur besimin e konsumatorit dhe duke zvogëluar mundësinë e uljeve afatshkurtra të normave të interesit. Kjo ka gjasa të shkaktojë një shitje fillestare të aksioneve dhe një ofertë mundshme për dollarin si stres sigurt. Ndërsa çmimet e naftës bruto në SBA janë rritur me rreth 10% gjatë javës së kaluar, Standard & Poor's, që hap një sket të re, ka ndryshuar pak deri më tani, pas një rënjeje fillestare kur Izraeli nisi sulmet e tij. Megjithatë, nëse sulmet do të shkatronin furnizimin me naftë iraniane, atëherë tregu do të ngrihet dhe do ta vërë re këtë, tha Art Hogan, ekspert kryesor i tregut në një nga kompanitë më të mëdha financiare në SBA, B. Riley Wealth. Shtëpia e bardhë tha të njëjtën se presidenti Donald Trump do të vendosë për përfshirjen e SBA-s në konflikt brenda 2 javëve të ardhshme. Analistët në Oxford Economics modeluan 3 skenar duke filluar nga një ulje e tensioneve në konflikt, një mbyllje e plotë e prodhimit iranian dhe një mbyllje e ngushticës së Hormuzit, secili me ndikime gjithnjë më të mëdha në çmimet globale të naftës, tha firma për parashikime ekonomike dhe analiza globale Oxford Economics. Në rastin më të rënd, çmimet globale të naftës rriten në rreth $130 për fuqi, duke e çuar inflacionin e SBA-s afërsisht 6% deri në fund të këtij viti, tha më tej Oxford Economics. Zhvendosemi tani në të tjera zhvillime. Policia e Lezhës shoqëroi dhe mori në pyetje Prengxhinin lidhur me atentatin ndaj Pjetër Kazës, i cili u ekzekutua me 12 plumb. Familja Gjini e Kaza janë në hasmëri prej vitit 1994. Policia e Lezhës shoqëroi për disa orë dhe mori në pyetje Prengxhinin lidhur me atentatin ndaj Pjetër Kazës në derën e banesës së këtij të fundit, ku u qellua për vdekje me 12 plumba. Burime nga policia thanë se familje Gjini e Kaza janë në hasmëri prej vitit të largët 1994 dhe dyshimet janë se Prengxhini mund të jetë i përfshirë në ngjarje, por gjatë marrjes në pyetje nga hetuesit i mbijetuari një atentati me eksploziv ka mohuar të ketë lidhje me krimin dhe ka pretenduar se në kohën kur ka ndodhur ngjarja, ai është gjendur në kryeqytet. Gjini ka dhënë po ashtu prova lidhur me alibin e tij, por hetuesit dyshojnë se ai dhe kushëriri i tij i shpallur në kërkim kanë rolin e organizatorit në ngjarje. Përplasja mes dy fiseve nisi në vitin 1994, kur në Rrshen u ekzekutua shefi i krimeve Ndue Kaza, i cili ndërhyri për të shuar një konflikt ku ishin të përfshirë djemtë e familjes Gjini. 3 vite më vonë, më 3 korrik 1997,
Martin Kaza, një nga vëllezërit e oficerit të vrarë që lloi mbi 2 vëllezrit, Dod dhe Agustin Gjini në qendër të Laçit, duke i lënë të vrarë. Pas krimit ai u largua nga Shqipëria dhe qëndroi i fshehur në Britaninë e Madhe dhe vetëm në vitin 2018 u ekstradua drejt Shqipërisë, kur dukej se hakmarrja kishte marrë fund në Belgjik në 2024, vritet Agustin Kaza, vëllai tjetër i shefit të krimeve, ndërsa më 1 qershor 2025, në derën e banesës natale të Lezhës, u ekzekutua Pjetër Kaza, 57 vjeç. Për vrasjen e tij është shpallur në kërkim vëllai i Dod dhe Agustin Gjinit, të ekzekutuar në Laç në 97-ën. Policia deklaron se nga hetimet e deritanishme, krimi ka ndodhur për motive gjakmarrje dhe të dyshuar janë pjesëtarët e familjes Gjini. Policia e Pogradecit ka vënë në pranga 6 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër pas një konflikti të ndodhur një ditë më parë në lagjen numër 1 të qytetit, ku 2 shtetas mbetën të plagosur. Ngjarja ndodhi në ambientet e një lokali në Pogradec, ku disa persona u përfshin në një sherr fizik për motive të dobta, duke përdorur edhe sende të forta. Si pasojë mbetën të plagosur 2 persona të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu është shpallur në kërkim një 21 vjeçar i dyshuar si i përfshirë në konflikt e dhunshëm. Një zjarr ka rënë mëngjesin e kësaj të diele në disa magazina në Lezhë përgjatë superstradës Lezhë-Milot. Flakët kanë përfshirë hapësirën ku prej kohësh depozitohen inertet dhe mbeturina të ndryshme ndërtimi. Zjarri dyshohet i qëllimshëm. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë këtë të diel zonën rreth magazinave të Bashkisë Lezhë përgjatë superstratës Lezhë-Milot. Flakët kanë përfshirë hapësirën ku prej kohësh depozitohen inertet dhe mbeturina të ndryshme ndërtimi. Forcat zjarrfikse mboritën menjëherë në vendin e ngjarjes për të shuar flakët. Ndërsa shtollungat e tymit të dendur janë përhapur në drejtim të zonës së banuar përreth dhe mbi aksin kryesor rrugor, duke krijuar shqetësime për banorët dhe rrezik për qarkullimin. Kjo nuk është hera e parë që zona përfshihet nga flakët. Ndërsa dyshimet e para janë për zjarrvënie të qëllimshme. Ndalemi më tej, Partia e Lirisë ka publikuar një dokument amerikan që pretendohet se hedh poshtë akuzat ndaj Ilir Metës se ka paguar një shifër prej $1 milion për lobim për një foto me presidentin Trump. Sekretari i përgjithshëm Teddy Blushi tha se konstatimi është pranuar edhe nga SPAC. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Teddy Blushi ka publikuar një dokument sipas të cilit bie si fabrikuar çdo dyshim dhe akuzë për një pagesë të supozuar të Ilir Metës apo LSI-s për $1 milion për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një foto me presidentin Trump, shifër që sipas tij u reduktua në akuzën për $100.000 të palishme në momentin e arrestimit. Në emailin zyrtar të datës 15 nëntor 2024, autoritetet gjyqësore amerikane kanë informuar SPAC-ën se pagesat për kontratën mes Dorelita Limited dhe McKeown Group janë kryer nga kompania Dalia Doros Audit Firm Ltd, pra e thonë autoritetet gjyqësore amerikane. Nuk vërtetohet asnjë lidhje ndërmjet këtyre pagesave dhe ish Lëvizje Socialiste për Integrim apo zotit Ilir Meta si kryetar i kësaj force politike. Blushi tha se mbetet vetëm ajo që ka thënë Ilir Meta dhe që ka provuar edhe në sallën e gjyqit, që ka patur vetëm një pagesë të lishme prej $15.000 për McKeown të deklaruar sipas ligjit. Ky konstatim është zyrtarisht i pranuar edhe nga vetë SPAC në faqen 12 të një relacioni prej 32 faqesh, duke rrëzuar pra përfundimisht çdo pretendim për përfshirje apo për një pagesë të palishme të zotit Meta në këtë çështje. SPAC, sikundër e shihni, në faqen 12 detyrohet më në fund të pranojë. Duke cilësuar arrestimin e Metës, kryetari i Partisë së Lirisë si rrëmbim, Blushi tha se ky zhvillim provon që prej vitesh kemi patur të bëjmë thjesht dhe vetëm me një fushat shpifjesh pas një bazë faktike apo ligjore.
Zëdhënësi antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangeli denoncon korrupsionin dhe krijimin e monopoleve në administrimin dhe menaxhimin e pyjeve, kullotave dhe zonave të mbrojtura në Shqipëri. Sipas PD-s, disa kompani të lidhura me ish zyrtar dhe zyrtar shtetëror kanë përfituar tendera me vlera miliona euro. Partia Demokratike ka denoncuar korrupsionin dhe krijimin e monopoleve në administrimin dhe menaxhimin e pyjeve, kullotave dhe zonave të mbrojtura në Shqipëri. Zëdhënësi antikorrupsionit në PD Genta Vangeli thot se disa kompani të lidhura me ish zyrtar dhe zyrtar shtetëror kanë përfituar miliona euro nga tendera për plane mbarështimi pyjor, ndërkohë që mbi 800 inxhinier pyesh janë të papunë dhe nuk kanë mundësi të ushtrojnë profesionin. Pas open procurement, konstatohet se procedurat e prokurimit me objekt hartimi planeve të mbarështimit të fondit pyjor dhe kullosor në zonat të ndryshme shkojnë të një grusht operatorësh. Kryeson subjekti lurimi SHPK në pronësi të ish kreu të IKMT Dibër, Lutfi Miftari, i akuzuar për korrupsion. Ky subjekt sipas Open Corporates ka përfituar mbi 1 milion euro nga bashkit Prenjas, Bulqiz, Shkodër, Cërik, Tepelen, Tiranë, Pogradec, Dropull, Përmet e tjerë. Subjekt tjetër, Djava Consulting SHPK me pronare zonjën Vjollë Sadiku, e cila ka mbajtur detyrën e drejtoreshës në administratën shtetërore pranë Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Ky subjekt ka përfituar mbi 600.000 euro nga bashkitë Shkodër dhe Tiranë. Subjektet të tjerë, Deja SHPK dhe Arabel Studio SHPK, e kjo e fundit në pronësi të zonjës Ana Nishku, akuzuar për veprën penale falsifikimi dokumentave, e cila ka qenë një nga të arrestuarit e SPAK për tenderin e bashkisë Bulqiz që penalizoi Lefter Allën. Sipas Vangelit, ekspertët e Partisë Demokratike denoncojnë se planet janë thjesht kopje të dokumenteve të vjetra, pa verifikime në terren dhe pa monitorim nga institucionet përgjegjëse. Nëse vizitohet terreni për verifikimin e punimeve të kryera, nuk gjendet asnjë shenjë ndarëse e ekonomive, ngastrave apo nën ngastrave sipas kërkesave të manualit. Nuk gjenden sipërfaqe prove të inventarizimit të grumbujve pyjor të materializuara në terren. Partia Demokratike kërkon që organet e hetimit të ndërhyjnë menjëherë për ndërshkimin e shkelësve. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt dhe kam kënaqësinë që në këtë mesditë të ndaj një bisedë me analistin Ben Andoni për sa i përket zhvillimeve Izrael-Iran dhe ndërhyrjes së SHBA-s. Mëngjesin e sotëm, zoti Andoni, të përshëndes, mirë se vjen në këtë transmetim të drejt për drejt. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Lëvizja e fundit e SHBA-s drejt Tiranit, duket se në fillim presidenti Donald Trump dha një afat 2 javë, më pas bëri një ndërhyrje të menjëhershme. Do doja një koment të përgjithshëm për sa i përket situatës së fundit gjeopolitike. Qartë. Është e papritur ashtu siç janë të papritura shumë vendimet të zotit Trump. Unë mendoj që sulmi kuptohet në çdo moment që mund ta bënte pjesa e Shtetet Bashkuara të Amerikës do i arrinte objektivat e veta, për shkak sepse aeroplanët shumë të fortë bombardues që kanë ata B-2 janë të pa interceptueshëm nga mjetet e mbrojtjes që ka Irani, po nga ana tjetër fuqia e bombave të përdorura është e tillë që në çdo moment kur ti përdorte Shtetet Bashkuara të Amerikës do arrinte qëllimin. Por ju e keni parasysh e thatë që në atë interval që kishte kërkuar zoti Trump, po përpiqeshin shumë burime diplomatike. Ju e dini që 3 ditë më përpara, ministrat e jashtëm të Francës dhe të Gjermanisë ishin në negociata me Iranin. Dhe pa pritur fare, ju e dini që Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërmorën këtë aksion. Aksione të tilla në fakt normalisht me protokoll duhet marrin miratimin fillimisht të Kongresit Amerikan. Por kuptohet, zoti Trump e ka mejanuar këtë dhe sot ka pasur reagime shumë të forta në këto orë sidomos nga demokratët, më pak nga republikanët, sepse duket fuqia e zotit Trump është shumë e madhe atje. Dhe në mendimin tim e ka futur botën tashmë në një ngërç që
pasojat e të cilës do na duhet të ndjekim në orët në vazhdim. Cilat mund të jenë pasojat kryesore, zotja Andoni? Disa nga pasojat kryesore që do të vinë në këtë ndërhyrje të menjëhershme dhe si pritet të përshkallëzohet situata, pra është kërkuar që Irani të bjerë dakord tani me SHBA-n, paktën në mesazhin e fundit që Donald Trump ka dhënë edhe publikisht. Shikon, është e pamundur të biesh dakord, kuptohet që bie dakord kur je para falimentit, siç ndodhi me ish Jugosllavin, kur u pa që infrastruktura e saj ushtarake nuk e përballte dot infrastrukturën e NATO-s. Dhe një gjë e tillë për shkak mund të ndodhi edhe me Iranin. Por keni parasysh që ngjarje të tilla bëjnë që asnjëherë vendi i cili është dëmtuar të bjeri dakord ose të themi të jetë një vend i cili në të ardhmen do të demokratizohet siç pretendojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teokracia që është në Iran është tashmë mbi 50 vjeçare, është deri diku e konsoliduar, nuk është se ka ndonjë demokraci dhe këtë e dihet, por në Iran ka zgjedhje. Ndërkohë që problemi më i madh është që nuk mund të ndërhyet në çdo vend që nuk përputhet me politikën tënde. Sepse ja ku e kemi Korenë e Veriut, madje zoti Trump shkoi dhe i dha dorën dhe ndeti me Kim Jong-un. Ashtu si Irani, në mendimin tim, mund të dëmtohet dhe është dëmtuar jashtëzakonisht impjantet e tyre, por nuk është një vend që nëse nuk ndryshon nga brenda, do të ndryshojë. Dhe fati është kemi Irakun si shembull, që u dërmua. Ju e dini që edhe për Irakun u tha që ka armë të çfarosjes mase të tjera dhe doli një bllok shumë i madh, por që tashmë sot të gjitha këto janë harruar. Me pak fjalë, po mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ne jemi shumë të vegjël që ta bëjmë këtë, të paktën për respektin e këtij rendi që tashmë është kaq i brisht, mund të ishte frenuar. Në mendimin tim duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë kanë bërë këtë edhe për t'i treguar Rusisë që ata janë superfuqia e vërtetë e botës. Ju përmendet ngërçin e brendshëm që ka Irani dhe prej vitesh atje ka përshkallëzim të protestave, paknjësi nga qytetarët e të tjerë. A do të ndikojë kjo situatë aktuale në ndryshimin edhe të politikave të brendshme? Nuk mund të përflitet për një demokraci, por ndoshta qytetarët nuk i bashkohen pikërisht këtij konflikti. Ka dy skenare që duhet kuptoni. Është skenari ku njerëzit i dorëzohen në një farë mënyrë dhe i përshtaten këtij realiteti, dhe në një farë mënyrë kjo po ndodh në Iran, sepse shikohet që një pjesë e qytetarëve po mundon të gjejnë të themi qetësim në hapësira të tjera. Dhe është pjesa tjetër që situata të tilla i bëjnë vendet teokratike më të forta. Në çfarë sensi? Do më thënë që fashitet edhe pjesa e protestave, sepse në kohë lufte, ju e dini që ndalohen me ligj protesta dhe gjëra të tjera. T'ju them një element, protestat në Iran vërtet ka pasur dhe kjo në një farë mënyrë është edhe një lloj shenje që atje funksionon një lloj demokracie, po një lloj demokracie siç ne duam në Perëndim. Por ekziston një lloj demokracie, por nuk është në atë masë që ne pretendojmë që mund të ndryshojë regjimin. Në mendimin tim, do duhet kohë që regjimi i Iranit të zëvendësohet. E para, sepse vetë ata duhet të arrijnë të kuptojnë që me teokracinë nuk shtyhet më përpara, sepse e para është tek mirëqenia e qytetarëve. Dhe dyta, ka një ngërt shumë i madh që ata nuk mund ta shtyjnë për gjithë jetën në këtë lloj forme. Por rastet të diktaturave në botë kanë treguar që qytetarët në rast se me kalimin e kohës ka një lloj lirshmërie ekonomike ose konjunktura të tjera qetësimi, arrin që të rinë në këto lloj regjimesh dhe këto janë nga rreziqet më të mëdha sot të regjimeve hibride, sepse dhe regjimi i Iranit është një regjim deri diku hibrid. Shumë kujtesën tuaj unë do të them që atje ka zgjedhje. Atje zgjedhje realisht të forta, ku një palë kundërshton palën tjetër dhe tjera. Dhe për shembull, në këto zgjedhje ata i kanë dhënë
ata kanë rrëzuar edhe një nga presidentët më famkeq të tyre që ishte Ahmadinejadi, ai që evokonte Hitlerin dhe evokonte zhdukjen e Izraelit. Por po të kthehemi në momentin e fundit, do t'ju them që është një moment shumë i vështirë për gjithë botën. Pse? Duke vepruar në këtë lloj mënyre të dy superfuqit, ju e keni parë se çfarë deklaratash ka dhënë zoti Putin në orët e fundit, që aty ku shkel këmba e ushtarit rus është Rusi, duke pasur parasysh agresivitetin e Kinës në lindjen e largme, do t'ju them që të paktën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, forcën e të cilës neve na duhet, sepse ne jemi në kampin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të tregonte disa gjëra më demokratike. Ndërsa ju e dini që zoti Netanyahu, i cili me çfarë shikohet është strumbullari i gjithë këtij sulmi, tashmë gjendet në akuzat hapura nga ju e dini, është i akuzuar për krime ndaj njerëzimit, ashtu si ajo që ata kanë bërë në Gazë është e paimagjinueshme për njerëzit. Megjithatë, nga ana tjetër, retorika e njerëzve të Tiranit ka qenë një retorik shumë e ashpër, një retorikë e cila në një farë mënyrë ka trandur dhe hapësirën në lindjen e mesme. Ju e dini që ata kanë qenë frymëzuesit e këtyre piratëve Houthi, të cilët kanë frikë që do aktivizohen tash dhe krijojnë shumë probleme në det, ashtu si me pjesën e Hezbollahut në veri të Izraelit që kanë krijuar probleme të jashtëzakonshme për Izraelin dhe për Libanin vet. Dhe prandaj po them që ky moment mund të rezervohesh, se unë besoja që Irani patjetër do dorësohesh për punën e armës bërthamore, për një arsye sepse një vend i cili është në embargo si ata, dhe që nuk e ka fuqinë e Rusisë, sepse Rusia e ka fuqinë nëpërmjet lëvizjeve të tjera, nuk mund të jetojë pafundësisht në embargo. Dhe ndodhi kjo që ndodhi. Zoti Andoni, si do të ndikojnë organizatat ndërkombëtare ndoshta në uljen e tensioneve? Ju e përmendët edhe pak ditë më parë në diskutime që nuk janë marrë në konsiderate dhe deklaratat të tjerë liderëve botëror për sa i përket futjes apo jo të forcave të SHBA-s në këtë vend. Si do të ndikojnë këto organizata? Do të kenë impaktin e tyre? A do të munden ato që të... I vetmi autoritet i cili mund të ndërhynte, mund të ishte Këshilli Sigurisë dhe kuptohet OKB-ja. Po OKB-ja tashmë është kaq pa vlerë dhe madje deklaratat e zotit Guterres janë gati deklarata sikur është kryetari i një OIQ-je, jo kryetari i OKB-s, saqë personalisht mendoj që na presin situatat vështira. Organizatat ndërkombëtare tashi nuk luajnë asnjë rol. Dhe fuqia e Shtetet Bashkuara të Amerikës, fuqia e Rusisë, fuqia e Kinës, fuqia e Izraelit, që është përfill hapur OKB-n dhe madje ka goditur dhe në momentet që njerëzit merrnin ndihmat ushqimore, e bën organizatën OKB-s tash që të jetë një organizatë krejt e papërfillshme. Unë nuk e di se çfarë do flasin ata në shtator, që është sesioni ku mblidhen gjitha vendet. Po gjë që duhet të them është që tashmë OKB-ja nuk funksionon më. Do me thëmë funksionon de jure, po de facto nuk funksionon më. Dhe madje po ta keni parë me kujdes në lajme, atyre u referojnë gjithmonë në pak dhe vetëm u përmendin këto deklaratat zyrtare që bën zoti Guterres ose individ të ndryshëm ose prap zoti Guterres për gjëra, po nuk është se ngren pesh. Janë ata që tërhiqen apo janë të tjerë element që nuk i japin prioritet në këtë pikë, në këtë moment? Shikoni, Këshilli Sigurisë tashmë nuk vendet që janë atje, vendet më të fuqishme, nuk pyesin më fare për autoritetin e vendeve të tjera. Rusia bëri atë që bëri pa përfillur asnjë vend. Izraeli megjithëse u godit për hir të vërtetës, goditja ndaj Izraelit ishte goditje shumë e ashpër, shumë pa, të themi, shumë e pabesë në një farë mënyre, megjithëse ata nga ana tjetër kanë luftuar gjithkohën.
pothuajse nuk mori përsipër asgjë në ditët që jemi, sidomos as nga ankesat, as nga kritikat, as nga këshillat që janë dhënë nga OKB-ja. Për mos folur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që pothuajse nuk janë ndier fare. Po ta keni parë me kujdes, kemi një rreshtim të forcave, që duket tashme jemi në gati një situatë lufte dhe për shembull Anglia ka mbajtur anën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke theksuar këtë pjesën e pasurimit të uraniumit nga ana e Iranit. Paskush në këto momente nuk di se si ata ruajnë të gjithë pasurinë e tyre të gjithë procesit. Këtë për shembull besoj në ditët në vazhdim do shprehet ky kjo agjencia bërthamore, IAEA, e famshme, që është në mendimin tim ka ngelur nga të vetmet institucione që kanë akoma një lloj prestigjit tek në OKB, po dhe atyre tashmë do u bjeri, sepse keni parasysh që në qoftë se ata lejohen të kontrollojnë një Iran, dhe nga ana tjetër referencat e tyre nuk merren parasysh, atëherë edhe të themi autoriteti i tyre tashmë është i sfumuar fare, ashtu si nga ana tjetër, në qoftë se ata do kërkonin të shkonin në Izrael, të kontrollonin impjantet e Izraelit, Izraeli as nuk i përfill fare për t'i futur. E qartë. Duket sikur kemi skenar të paletëzuar tani më, pra edhe sulmi i Iranit ndaj Izraelit, SBA-ja në lëvizjen e fundit. Sa do të mundemi të zbërthejmë skenarët e mundshëm edhe si do të ndikojë kjo në lëvizjet dhe në situatën në vijim më pas? Po, kjo situatë do bëjë që edhe luftrat të tjera më të vogla të gjenë mundësi që të shfryen. Për shembull, një nga luftrat që është më afër tani dhe që është më e dukshme është një incident është një luftë që bëhet prej vitesh, dhe herë fashitet, herë mbyllet, herë kështu. Është ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit. Për fatin e keq janë dy vende, për shembull Azerbajxhani është një vend shumë potent ekonomik. Mos harrojmë pastaj lëvizjet që mund të bëjë Kina në lindjen e largme. Mos harrojmë nga ana tjetër në rajon për shembull që çfarë mund na presi nga të themi armatimi shumë i madh serb që po bën në kohët e fundit. Dhe për shembull zoti Vučić në orët e fundit në një intervistë ka thënë që ne kemi marrë armatime dhe kemi blerë armatime dhe një pjesë nuk janë referuar në publik. Ne po armatosemi sepse Shqipëria, Kosova dhe Kroacia bën paktin ushtarak e tjerë që janë thjesht justifikime, sepse Shqipëria dhe Kosova nuk sulmojnë njëri. Kroacia ka probleme me Serbinë, kanë shumë probleme, nga problemet territoriale deri ke problemet të themi luftës. Kurse Kosova është realitet tjetër, është shteti pavarur dhe vetmja gjë ishte që thjesht ata duheshin lënë në pjesën e shtetformimit, që po e kanë shumë vështirë tashmë të tesin përpara. Të gjitha këto që ju thash ju bëra një panoramë. Të gjitha këto shkak pasojtë e asaj që është duke ndodhur. Absolutisht. Sa më shumë vëmendja të shkojë në këto vende, sa më shumë mos të respektohet autoriteti OKB-s. Incidente që kanë qenë të fjetura, ato mund të shpërthejnë. Dhe mos harroni është dhe një konflikt i cili her hapet, her mbyllet, po që mund të ketë pasoja të frikshme, sa në dy vende që kanë armë bërthamore, është India me Pakistanin. Por se në të gjithë këtë besoj që shpresoj që bota të shkojë arsyes, sepse po përdor arma bërthamore jemi drejt një kataklizme. Sa real është rreziku nuklear sipas jush, zoti Andoni? Unë nuk e besoj që është i dukshëm, sepse zakonisht vendet që e kanë atë janë vende shumë të fuqishme. Por në rast për shembull që vende më të vogla agresive do të agresoheshin, për shembull nëse Irani do agresohet shumë nga, Izraeli do agresohet shumë nga Irani, dhe kapacitetet e Iranit do e godisnin në thelb dhe do i shkaktonin dëme, ose që
sin që ata ta përdorin, një nga mbushjet ta përdorin ndaj Iranit. Është logjike, por nuk e besoj sepse vendet që i kanë armët bërthamore janë vende potenciale, vende të cilat nuk preken, e kupton? Vende të cilat nuk i prek askush. Përparimi bërthamor i Iranit ka qenë një ndër argumentet e Izraelit për të vjuar sulmet. Sa do të ndaloj pikërisht këtë ofensiv për të arritur që ata të kenë mundësi që të kenë përparime në këtë aspekt, pra vetë Irani? Pra do të ndaloj Irani në këtë fush dhe a do të mundet Izrael SBA që të bëjnë bashkë për të ndaluar Iranin? Ka një problem këtu që është i moralit shteteve. Izraeli mund ta kërkonte këtë në qoftë se vetë nuk do ishte një vend i cili e ka armën bërthamore dhe në qoftë se ishte vend që do i linte autoritetet e IAS, Agjencisë Ndërkombëtare të Kombeve Bashkuara Bërthamore, që të bënin inspektime në vend. Ndërsa Irani i ka lënë dhe Irani është identifikuar tashmë që po punon. Po agjencia vetë nuk e ka të precizuar që këta kanë arritur në kufit e asaj që përdoret për qëllime ushtarake apo jo. Në vëmendjen tuaj t'ju them që është deri 20% pasurohet uraniumi për qëllime civile dhe mbi 20%, siç po flitet për Iranin që ka rritë ke 60%, tregon që është futur në proces për ndërtimin e armës bërthamore, e cila duhet ta pasurosh uraniumin deri në masën 90%. Dhe në këtë sens, askush nuk e di këtë pjesën e fundit të Iranit, se si ata e kanë menduar, sepse që ta keni parasysh, uraniumin nuk është se ti mund ta pasurosh vetë, ti mund ta marrësh si këshill, ose nuk e di si mund bëhet, sepse nuk jam ekspert në këtë fushë. Mund ta marrësh edhe nga vende të tjera që e kanë bërë këtë. Këtë bëri Kina dikur që e mori nga ish Bashkimi Sovjetik, këtë kanë bërë, në mos gaboj, këtë duhet të ketë bërë edhe Korea e Veriut. Dhe ne nuk e dim në qoftë se ky vend, në qoftë se agresohet në këtë lloj forme, Irani, ne nuk e dim në qoftë se do i mbijetoj kësaj, mos filloj ta marrë në mënyrë të fshehtë atë, dhe ngelet po kaq i rrezikshëm për të ardhmen e të gjithë pjesës. Kjo situatë, zoti Andoni, shuan përpjekjet e Iranit apo i nxit më tej në gjykimin tuaj? Unë besoj që do i nxisi më tej. Paçka se do ketë një lloj fashitje, por asnjëherë ata nuk do jenë partner më i besueshëm, sepse nëse se kërkon partner të besueshëm, edhe ti duhet t'i japësh një lloj besueshmërie vendit që ke përballë. Dhe për fat me Iranin u punua shumë në mandatin e parë të zotit Trump, diçka edhe më vonë, pastaj u pezullua dhe zoti Trump kishte thënë që negociatat po shkonin, po esin dhe unë besoj që autoritetet iraniane, duke ditur fuqinë e Amerikës, do ishin të destinuara që të bashkëpunonin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E para që është një treg i madh, e dyta Irani vetë është një vend shumë potencial. Llogaritë ka 10% naftës botës dhe 15% të rezervave të gazit të botës. Dhe në këtë sens, atyre vetë do interesonte që të hapeshin për sa i përket ekonomisë, po jo demokracisë. Dhe do ndiqnin një rrugë të tërthorë, të themi, të një martese, të një lloj demokracie që ata kanë brenda teokracisë me mirëqenien e njerëzve. Por ka ndodhur kjo situatë që ka ndodhur, po mendoj që e bën shumë më të vështirë edhe pjesën e protestës brenda Iranit në këto momente. Do shikojmë kohët në vazhdim, por nuk e besoj që tashmë në lindjen e mesme do jetë më si më përpara. E qartë. Zoti Andoni, unë të falenderoj për këtë bisedë në mesditën e së dielës për të hedhur një lloj drite mbi situatën që është duke ndodhur aktualisht. Do të kemi mundësi për biseda të tjera në vijim edhe gjatë javës. Faleminderit për prezencën tuaj në këtë lidhje Skype. Faleminderit. Mirë, ne do të vjojmë të shëndrojmë në edicionin informativ të orës 13:30, do ndalemi tani në një tjetër informacion, koncerti Serenat mbi liçen që u mbajt në Pogradec solli një mbrëmje magjike në tingujt e muzikës dhe mbështetjen e veçantë të Birra Korça, birës së parë shqiptare. Për 2 net me radhë, Pogradeci solli në sken shpirtin e tij muzikor përmes koncertit Serenat mbi liçen.
Tingujt e serenatës u ngjitën në skenën e Odeonit përmes zërave të brezave të ndryshëm të artistëve, që sollën ndjenje dashurie dhe jo vetëm. Aktiviteti u mbështet nga Bira Korça, bira e parë shqiptare, e cila prej vitesh investon në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare. Serenata mbi liçen u kthye në një festë vërtet muzikore buzliçenit. Nëpërmjet korit, nostalgjia dirigjenti i njohur Jovan Shuke theksoi se serenata pogradecare mbetet gjallë fal pasionit të brezave që vijnë. Unë shpresoj që këta ta mësojnë serenatën pogradecare. Është si thua një periudhë që ka hyrë një rrymë teatr, po prapë serenata nuk duhet të vdesë asnjëherë, të vazhdohet në traditën e qytetit Pogadec. Interpretimi i artistëve Lina Kyçyku dhe Almenda Sulollari solli atmosferë të ngrohtë dhe autentike. Këngë të vjetra pogadecare që janë kënduar gjithmonë në përdasma dhe sedepe. Rrezik të këndoj gjithë qyteti këtu sot me ne. Janë këngë të veçanta shumë. Është një interes i veçantë për serenatën e qytetit të Pogradecit. Kjo gjë u pa edhe tek mua pasi unë vjen nga një qytet tjetër, qyteti Lushnjës, dhe pash një bashkëpunim dhe një harmoni të ngrohtë, një udhëheqës artistik që ishte kaq punëtor, drejtuesi Jovan Shuke, ai na mësoi mënyrën se si ta trajtonim serenatën pogradecare dhe unë kam kënaqësitë që ta këndoj atë këtu në qytetin e Pogradecit. Agim Dandaluku kontriboi me një retrospektiv për historinë e serenatës pogradecare, duke vënë pa dallimet dhe pasurinë që e veçon nga ajo korçare, në një reflektim të thellë artistik. Serenatat në Pogradec janë kënduar prej gati 100 vjetësh. Qyteti joni ka pasur. Po unë flas për serenatat të mirëfillta, qytetare pogadecare, që janë këngë shumë të bukura. Dhe është ngritur grupi Nostalgjia që po i mban këto këngë gjallë. Falë mbështetjes së Bira Korça, e cila ka treguar angazhim të vazhdueshëm ndaj promovimit të vlerave artistike, ky koncert u kthye në një nga netët më të bukura të verës pogradecare. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, teksa për të tjera zhvillime ju ftoj të ndiqni faqen e balkanue.com për informacione nga vendi, rajoni dhe bota. Bashk, miru takofshim.